Falenderojmë Allahun xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Elusim Allahun xhalla shanuhu të na bëjë për besimtarëve të sinqertë që jetojmë jetën tonë në rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam deri në frymën tonë të fundit. Vëllezër, Allah ju shpërbleft për prezencën tuaj. Lusë Allahun xhalla shanuhu ta bëjë një mexhlis të hajrit, të begat me mëshirën e Allahut xhalla shanuhu. Nga rëndësia e moralit islam është gjithashtu edhe marrëdhënia që duhet të ketë besimtari musliman me shokët e profetit alayhis salam, me sahabët. Allahu qoftë i kënaqur me të gjithë ata. Sahabët, të cilët ishin nxënësit e parë të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishin besimtarët e parë, ishin njerëzit e parë të cilët sakrifikuan nga jeta e tyre shumë gjëra, vetëm dhe vetëm për hatër të Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelaluhu, aqsa dhe Allahu xhalla shanuhu do t'i lartësoj sahabët, do t'i veçoj ndër njerëz. Thot Allahu në Kur'an për shembull në lidhje me sahabët duke u drejtuar drejt për së drejtë atyre: Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Juve, duke u drejtuar sahabëve, jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për të mirë, të ndaloni nga të këqijat dhe të besoni Allahun xhalla shanuhu. Dhe kur e shikojmë këtë marrëdhënie që duhet të ketë besimtari në moralin e tij në raport me sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, është për faktin sepse këto sahabë me shembullin e jetës së tyre, me sakrificat e mëdha që ata bën në jetën e tyre, u bën një shembull shumë i rëndësishëm edhe për ne. Sahabët, siç i përshkruaj profeti alayhi salatu wassalam, janë tha si shokët e mi, tha janë si yjet në qiell, të cilët këdo që të ndiqni prej yjeve në qiell, ju do të udhëzoheni, duke pasur atë kuptimin figurativ të këtij hadithi profetit alayhis salam, të cilët më përpara njerëzit me yjet në qiell orientoheshin në përshkretëtira. Edhe e vetmja burim drite që ti mund të orientoheshe për të shkuar në drejtimin e duhur, ishin yjet. Kështu profeti alayhis salam sahabët i përshkroi si yjet e tij. Gjë për të cilën ai tha, këdo që të ndiqni prej tyre, dijeni se jeni në rrugën e drejtë, në rrugën e vërtetë. Kështu Allahu xhalla shanuhu duke i përshkruar pra këto sahabë si njerëzit më të hajrit në sipërfaqen e tokës, na bën neve më pas si besimtar që të kemi kuriozitetin minimalisht të njohim këto sahabë, kush ishin këta? Çfarë pas kanë bërë këto në jetën e tyre që pas kanë merituar kaq lëvdata të mëdha nga ana e Allahut xhalla shanuhu? Që ne më pas të përfitojmë nga jeta e tyre, sepse automatikisht ne mund të bëjmë disa pyetje dhe mund të themi për shembull që si arritën këta njerëz, këto sahab, këto arab, këto Mekas, të bëheshin kaq njerëz të mirë, saqë Allahu t'i përshkruaj në Kur'an, kur ne dim shumë mirë se si këta njerëz ishin para Islamit. Si arritën këta? Çfarë ndodhi me këta? Për shembull, ne mund pyesim si arriti Bilali radiallahu anhu, një skllav që të duronte një gur të madh mbi barkun e tij në nxehtësinë e shkretëtirës dhe mos të kthehej nga ky besim, nga ky islam që sapo ishte njohur. Pak ditë që sa e kishte njoh, ai ishte i gatshëm të flijonte vetë në vetë. Çfarë ndodhi me këto njerëz? Pra si arritën këta të ndryshojnë jetën e tyre në një dinamik kaq të rëndësishme?
Si ndodhi për shembull që këta njerëz arritën që të ishin të gatshëm të largoheshin nga shtëpitë e tyre, të sakrifikonin pasuritë e tyre, të ndahej ndoshta fëmia nga babai nga fëmia, nga bashkëshortja. Çfarë ndodhi në shpirtin e këtyre njerëzve që ishin të gatshëm të sakrifikonin gjërat më të shenjta, më të shtrenjta të kësaj jete, vetëm dhe vetëm për hatër të Allahut xhaleshanu. Dhe nuk ka diskutim që ata u njohen me profetin sallallahu alaihi wasallam. Ata u udhëzuan nga drita e Allahut xhaleshanu. Ata njohen Zotin subhanahu wa taala. E njohen, por e njohen deri në atë detaj sa që për ta nuk ishte asgjë të rëndësishme më në këtë jetë, vetëm se të arrinin dy qëllime thelbësore: të kënaqnin Allahun dhe të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Të ishin njerëz që meritonin të arrinin grada të larta të statusit shoqëror, që të bëheshin shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Për ta kjo ishte gjëja më e rëndësishme. Dhe çfarëdo që u vendosën në rrugën e tyre dhe që pengonte arritjen e kënaqësisë së Allahut dhe të dërguarit të Zotit sallallahu alaihi wasallam, ata do ta eliminonin atë gjë me njëherë. Dhe jo më kot është një ajet i cili në të njëjtën mënyrë siç erdhi për sahabët që u tha kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, që ju o sahab, pra shokët e profetit islam, ky ajet është për ta. Ishit populli më i mirë që dolën ndër njerëz sepse urdhëronin për të mirë dhe ndalonin nga keqja, u tu'minuna billah, dhe besoni Allahun xhaleshanuhu. E njëjta formë ajeti ka ardhur më pasi urdhër nga Allahu xhaleshanu në Kur'an, ku thot wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Tashmë prej jush le të dali një grup njerëzish, të cilët urdhërojnë për të mirën dhe ndalon nga e keqja, dhe thot po ulaike humul muflihun, sepse këta janë që do të jenë shpëtimtarët e vërtet, që urdhërojnë të mirën dhe ndalojnë nga e keqja. Ky ajeti, edhe pse ishte drejt për drejt urdhër nga sahabët, të cilët këtë e sollën me njëherë në vend, që të meritonin ajetin e parë që të quheshin njerëzit më të mirë, por ky ajet gjithsesi është për të gjithë besimtarët më mbrapa, të cilët urdhërohen nga Allahu xhaleshanu që si do qoftë, kur do qofshi, ku do qofshi, ju duhet keni primare në jetën tuaj të urdhëroni të mirën dhe të ndaloni të keqen, aq sa mundësi ju ka dhënë Allahu xhaleshanu. Sepse Allahu, siç tha profeti alayhis salam, besimtari është i obliguar men ra'a minkum munkaran fayughayyiru bi yadihi, kush sheh për ju një të keqe, le ta ndaloj atë me dorën e tij. Fa illam yastati' fa bilisani, nëse s'mundet me gjuhë, me fjalë. Fa illam yastati' fa bi qalbi wa hadha da'fu al-iman. Kush nuk mundet as me gjuhë, ta urrej me zemrën, por le ta di që kjo është grimca më e vogël e besimit, është grada më e vogël e besimit. Dietarët thonë, po nuk pati besimtari që e quhen veten musliman urrejtjen minimale për një të keqe që përhapet në shoqëri dhe nuk të pakte nuk e urren me zemër, atëherë ai të ketë frikë që në zemrën e tij ka besim. Se nuk mundet që një zemër që njeh Allahun xhaleshanuhu dhe minimalisht mos ta urrej të keqen, po jo vetëm kaq, por duhet ta çojë atë të flasin ndaj të keqes dhe të veproj ndaj të keqes me të gjitha mundësitë që i ka dhënë Allahu xhaleshanuhu. Dhe kjo është urdhër, bëuni edhe ju kështu si sahabët pra. Radiallahu anhum ecmain, Zoti qoftë i kënaqur me të gjitha. Dhe ajo çfarë obligohet besimtari që duhet ta bëjë pjesë të moralit të tij të pandashëm në marrëdhënie me sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse sahabët për ne të dashur besimtar janë thënë ndryshe shtylla e tretë e rëndësishme që ne pranojmë burimet e sigurta fetare. Etapa e tretë më rëndësishme, thënë ndryshe. Kemi Kur'anin, kemi Sunetin e profetit alayhis salam dhe kemi atë çfarë quhet ixhmaja, që është konsensusi i sahabëve
që kanë marrë një vendim të përbashkët për një çështje të caktuar, që për ne ajo është bazë themelore mbi çfarë ne më pas e ngrim besimin ton, e besojmë dhe e besojmë atë si pa të lëkundshme. Sepse besimi në këto tre element, çfarë tha Allahu, çfarë tha profeti alayhis salam dhe çfarë vepruan sahabët, nuk kërkon kundërshtim. Po kundërshtove, ke kundërshtuar drejt për së drejti. Allahu xhaleshanu, Allahu na ruaj në kjo. Kështu që ajo çfarë ne duhet të tregojmë për këta njerëz të nderuar, të veçuar nga Allahu xhaleshanu, pikë së pari është respekt dhe nderim ndaj tyre. Prandaj sa herë ne flasim për një sahab, sa herë që ne përmendim emrin një sahabi, me njerë çfarë themi? Radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, ose radiallahu anha për femrat, Zoti qoftë i kënaqur me të. Sepse ne tregojmë respekt dhe nderim ndaj tyre. Për faktin sepse dashur besimtar, po të shikojmë sahab me perë, siç ishte Ebu Bekri, siç ishte Omeri radiallahu anhu, sakrificat e mëdha që kanë bërë ata në jetën e tyre për të lartësuar fjalë Allahu xhaleshanuhu, automatikisht ne për ta minimalisht duhet të tregojmë respekt dhe nderim. Sepse, siç thamë, për ne ata janë yje që ndriçojnë, që na udhëzojnë në besimin e Allahut xhaleshanu. E dyta, besimtari duhet që të besojmë në ndershmërinë e tyre dhe vërtetësinë e tyre. Pra, ne kursesi, si besimtar të ehli sunetit dhe xhamatit, pra ne kursesi nuk dyshojmë tek fjalët që kanë thënë sahabët, sepse sidomos fjalët të cilat janë vërtetuar në zinxhirin e transmetimeve kryesore, siç është Buhariu, siç është Muslimi, që janë të sigurta këto transmetues në zinxhiret e tyre këta njerëz, atëherë në momentin që fjala shkon tek sahabët, atëherë automatikisht ne besojmë që sahabiu që flet për një çështje fetare, kushdo qoftë ai, e flet nga vetja vet apo e ka mësuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Se kush quhet sahab? Sahab quhet ai i cili e ka parë profetin alaihi salam, e ka parë me sytë e tij në gjallëni, minimalisht një herë, ka dëgjuar diçka minimalisht prej tij. Dhe kjo në fakt edhe bën atë çfarë edhe sahabët nga njëri tjetri dallojnë më pas, edhe në grad të besimit, po edhe në grad të sakrificës dhe të nderit. Sepse keni dëgjuar atë hadithin që shkoi një bedevi, një njeri që jetonte në shkretë të tij, dhe shkoi te profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tha: "O i dërguar i Zotit", i tha, "nëse unë tha fal namazin, jap zekatin, agjëroj Ramazanin, bëj haxhin." Pra 4 praktika mas shahadetit la ilaha illallah muhammedur rasulullah. A do të jem prej xhenet live, tha? Nëse im pra, vetëm farzet, nuk po flasim për sunete. A do të jem prej xhenet live? Ti do të jesh prej xhenet live, tha profeti alayhis salam. Dhe ai iku i gëzuar, tha, unë nuk shtoj asgjë më në fen, tha. Çfarë më ka urdhëruar profeti alayhis salam? Profeti buzëqeshi dhe tha për të që nëse ky do të qëndrojë besnik fjalës së dhën, ky do të jetë në xhenet. Por ky me këtë çfarë tregon në far formë edhe gradën e vetë besimit. Më rregull? Se kur flasim pastaj për Ebu Bekrin, radiallahu anhu, që mori epitetin Siddik, besnik, që tha profeti alayhis salam për të, që sikur i gjithë besimi i umetit jetë me një krah të peshorës, dhe besimi e Ebu Bekrit në një krah do të fitonte besimi e Ebu Bekrit. Tani sahabi ishte edhe ky, po sahabi ishte edhe Ebu Bekri, por midis tyre kishte dallime të mëdha. Tani sahabi ishte edhe Ebu Bekri, kur tha profeti alayhis salam të përgatitemi për ushtrinë dhe kush ka mundësi të sjellë pasurinë e tij, sa të ketë mundësi. Omeri çfarë tha radiallahu anhu? Tha, këtu do ta kaloj, tha Ebu Bekrin, tha, sepse unë, tha, ka më shumë pasuri se ai dhe do të çoj më shumë pasuri se Ebu Bekri. Dhe në fakt çoj më shumë se Ebu Bekrin në sasi. Dhe kur e pa Omeri se sa solli Ebu Bekri, tha, ja kalova më në fund Ebu Bekrit. Kur i pyeti profeti alayhis salam, i tha, o Omer, çfarë ke sjell, tha? O i dërguar i Zotit, tha, solla gjysmën e pasurisë time, po familjes çfarë i ke lënë, tha, gjysmën tjetër.
Po ti Abu Bekr tha, çfarë ke sjell? Unë tha kam sjell gjithë pasurinë time. Çfarë ke lënë familjes? Allahun dhe të dërguarin e tij. Pra, sahabë janë, por dallojnë nga njëri tjetri. Prandaj dhe për shembull Ehli Suneti e përcakton që sahabët janë njerëzit të zgjedhur tek Allahu xhaleshanu, të dalluar nga grada nga njëri tjetri, ku më i larti në gradë është Abu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Uthmani, pastaj Aliu radhiyallahu anhu e pastaj më radh. Ashra mubashirësit që janë për shembull sahabët të cilët janë përgëzuar me xhenet, por të gjithë këta në një farë forme në veprimtarinë e tyre dhe të besimit të tyre dalloheshin nga njëri tjetri në grada. Ky sahabiu që e takoi profetin alayhis salam dhe ishte, le të themi, bedevi që ishin njerëzit të pa emancipuar. Ky pranoi që të falte farzet e islamit dhe nëse do t'i zbatonte ishte në xhenet, sepse aq e kishte besimin e tij. Si? Më të sigurtën, por Islami thot, çfarë thot Islami? Thot li yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ju jeni dërguar në këtë dynja që të sprovoheni se kush e bën punën e mirë më mirë. Pra kush e bën punën e mirë më mirë. Pra ai bëri më të sigurtën, por xheneti ka grada. Profeti alayhis salam tha synoni Firdausin. Firdausi do sakrificë më të madhe se sa kjo, sepse Abu Bekri nga ana tjetër me namazin e natës, me jetën e tij private. Për shembull, ka një rast, mirë që ma kujtove, ka një rast për shembull, mbasi ka vdekur profeti alayhis salam dhe ishte Abu Bekri kalif, falte Abu Bekri namazin e sabahut. Omeri e vështron një rast, edhe besoj e keni dëgjuar si histori, e shikon Abu Bekrin që masi falte sabahun, shpinë e kishte, e supozojmë djathtas, ai ikte majtas. Një herë, dy herë, ku shko ky kaq herët? Edhe e ndjek mbrapa Omeri Abu Bekrin. Largohet thot në rrethinat e Medinës edhe në një shtëpi atje veçmas, shkon atje dhe ky thot rri, thot e përshkruan vetë Omer radhiyallahu anhu, rri thot në një tip kodre që mos më shikonte, ndërkohë në shifsha çfarë i bënte. U fut tek shtëpia, mbas një farë kohe doli nga shtëpia dhe shkoi pastaj u zbardh dita tamam, dhe filloi të merrej me punë të shtetit. Shkova tek shtëpia, çfarë të shoh, thot një plak e verbër. Edhe këtu Omeri çfarë thot? Thot një fjalë shumë të madhe, thot kur Omeri pastaj do të marrë kalifatin, do të bëhet ai kalifi muslimanëve, Emirul Mu'minin, dhe thot o Abu Bekr, na ke lënë mbrapa thot një barr shumë të madhe, pra ideja nuk mund të jemi kurse si në gradën tënde. Dhe në fakt tregohet pastaj që po Omeri, mbasi Abu Bekri pra do të vdes, shkon ke kjo plaka për ta ndihmuar siç e ndihmonte Abu Bekri, ndërkohë erën e parë e pyeti Omeri këtë plakën. Kush është ai burri që të vjen të ndihmon në mëngjes? Nuk e njoh thot. Ai thot vjen, më bën punë të shtëpisë, më gatuan, më ushqen ushqimin, më lan shplan çfarë kam unë nevojë dhe largohet. Kur shkon Omeri pastaj të bëjë njëjtën punë siç bënte Abu Bekri, ajo i thot ti nuk je, thot ai i pari. Nga e dallove i tha, sepse thot ai i pari kur më ushqen të hurmat i hiqte bërthamat e hurmës, ndërkohë ti thot nuk më heq. Pra, sahabi është dhe ky, sahabi është dhe ai, radhiyallahu anhu me xhmain, por shohim pra që dallojnë nga njëri tjetri në grada. Ndërkohë, çfarëdo besimtari që ka jetuar në faqe tokës mbas sahabeve, besimi jon është që nuk mundet t'i afrohet atyre as sa gishti i vogël i këmbës. Sepse sahabët ishin drejt për së drejti, të edukuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të cilët ishin drejt për së drejti në shpalljen hynore. Pse këta njerëz janë të veçantë? Po sepse ka ajete Kur'ani që kanë zbritur për shkak të sahabeve. Ka ajete Kur'ani, ka ndodhur diçka midis sahabeve dhe është shpall Kur'ani. Për shembull, ka raste që ka pas debat midis sahabeve për një çështje, ka dhënë mendimin e vet Omeri, që përmendet ka 3 raste minimalisht, thuhet që sikur e parashikoi çfarë do të shpallte Allahu xhaleshanu nga zgjuarësia e tij që dha zgjidhje për një çështje, dha vendimin e vet Omeri, mendimin e tij, mbas një farë kohe Allahu ja miratoi me shpallje të ajetet Kur'anit.
Abdullah ibn Mektumi, për shembull, që ka qenë muezini I verbër I profetit alayhis salam. Ka ajet për të abasa wa tawalla, sura Abasa. Pra, shkoi ke profeti alayhis salam për ta pyet për një çështje, profeti e neglizhoi sepse kishte hall të fliste me parin. Kishte hall të fliste me parin se mos po ngjonin këto, Allah e kritikoi, për shkak të këtij ka zbrit një sure. Dhe prandaj këta njerëz ishin të veçantë. Kështu që për ne këta njerëz pra janë në moralin tonë si besimtar, automatikisht këta ne duhet që t'i marrim shembull. Ata janë model për ne, janë model I praktikimit të fesë ashtu siç edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam I mësoi. Sepse për shembull ka profeti alaihi salam një hadith ku thot sallu kama raitumuni usalli. Faluni siç më shikoni mua që falem. Kush e pa profetin alayhis salam mënyrën se si fale, veprimet, e pan sahabët. Këto e transmetuan deri sot që ne elhamdulillah dim si mbajmë duart, si ti ngrim apo si ti ulim, me gjitha këto me radhë, erdhi pra feja elhamdulillah nga këto sahabë të nderuar. Prandaj dhe për ne këta janë model. Për shembull, siç e përmendëm më parë, këto janë model për ne si besimtar, model I bujarisë. Pra Ebu Bekri dhe Omeri me atë rastin e tyre tregojnë një nga bujarit më të mëdhaja. Pra, kur bëhet fjalë për çështje Islami që është nevoja për ndihmë, nuk I intereson a e dhash haptazi apo e dhash fshetazi. Unë po ja për atë të Allahut dhe s'më intereson fare se çfarë mendon X apo Y. E kam unë me sinqeritet me Zotin. Do të bësh mirë, bëje në privatësi siç po e Abu Bekri e bënte. Shkonte veç mas sabahut dhe bënte një punë të hajrit. Pra, ti ke mundësi të gjitha, ma kur është për çështje islame, ne kemi shembull që edhe për çështje të haptazi, ne me krenari të jemi ndihmës të çështjeve fetare, kudo qofshin, sa mundësi kemi, pastaj edhe për çështje jetën individuale në marrëdhënie me Zotin, po ke sahabët do ta gjesh çështjen. Është si puna atit sahabiu të nderuar që tha profeti alayhis salam po futet një xhenet litha. Ai u fut, kishte marrë abdes, I rrithte ujë akoma, s'kishte veshur rroba të mirë. E pan sahabët, u fal doli, prap nesër, 3 ditë pas nesër, 3 ditë rresht profeti tha do të fut një xhenet li, një ti person. Njëri prej tyre u bë kurreshtar, shkoi ndoqi mbrapa. Aman tha se jam zonë me babën, të vike shtëpia jote sonte tha që të vinja 3 ditë sa të rregullohet muhabeti me babën tek shtëpia. Ai shkoi për ta hulumtu. Pra ai përderisa ky ishte xhenet li, ç'a bën ky që ta bën dhe ne është ideja pra. Edhe sahabët me njëri tjetrin merrshin shembull njëri tjetrin. Ku të shikonin diçka e cila ishte një sebeb për të ofruar tek Allahu xhaleshano. Dhe në fund fare çfarë tha ai? Unë than ja bëj Allah të gjithë njerëzve që më kanë hyrë hak, tha, nuk maj më rinë zemrën time tha. I fal pra njerëzit. Pra, dhe në këtë formë pra këtu ke shembullin se si ti duhet ta kesh jetën tënde individuale. Do ta gjesh pra po ashtu edhe tek sahabët një model të caktuar. Për shembull, edhe shembull guximit I fortë, trim. Që sahabët do ta gjesh. Nuk ka pa dunjaja njerëz aq trim sa që kanë qenë pikërisht këta njerëz, sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Imagjino ti tash ti jesh luftën e Bedrit, 300 veta me 1000 veta përballë. 1 me 3 raporti. Kush guxon të dali? Është sigurt humbja në logjik njerëzore, 1 me 3, kupton? Ndërkohë këto njerëz ishin gatshëm pa të sakrifikonin jetën e tyre. E dini ju ngjarjen në luftën e Bedrit. Para se të fillojë lufta me ushtri dolën 3 veta. Kush do dali? Tha 3 veta. Dalun tha Aliu radiallahu anhu. Ishte trem I madh. Pra për çështje të fesë, pra njeriu kur e lidh fort zemrën me Allahun xhaleshanu, nuk I intereson asgjë tjetër, sepse të kujtojmë dy gjëra që thash fillim. Ata synonin kënaqësinë e Allahut dhe të dërguarit Zotit sallallahu alaihi wasallam. Donin që të ishin shembulli më I përkryer I shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të fitonin kështu grada të larta. Pika e katërt, që është shumë e rëndësishme për ne, është dashuria që duhet kemi për sahabët e profetit alayhis salam. Dhe të përkushtohemi në marrjen e shembull të jetës së tyre. Pse themi dashuri? Sepse e dim për shembull ka grupe të cilat grupe të devijume që siç janë Shia, të cilët sahabët më të rëndësishëm si Ebu Bekri, Omeri, Othmani I shajnë. Çfarë nuk thonë për ta? Edhe dihet që ndarja është totalisht politike,
që janë grupe të ardhura më vonë, nuk kanë lidhje me fillesat e Islamit. Por dashuria dhe përkushtimi që duhet kemi ne ndaj tyre na bën neve që kushdo që të jetë ballë për ballë nesër, nëse përfundon në sharje dhe në ofendim të sahabëve, atëherë ne automatikisht këtyre njerëzve duhet i dalim për Zot, sepse mbrojtja e nderit të tyre do të thotë mbrojtja e fesë tonë. Duhet shmangemi nga përgojimi dhe fjalëve të këqija ndaj tyre. Për shembull, edhe kur dëgjojmë ndonjëherë për shembull, ajo çfarë është e famshme në një nga fitet më të mëdha që ndodhin në kohën e sahabëve, siç ishte lufta midis Aliut dhe Muavijes, ne si musliman jemi të këshilluar nga dietarët të heshtin. Nuk mund ta përcaktojmë ne, se në fund fare të dy patën një mendim të tyre që kjo do të ishte më e mira për Islamin, nuk kanë dakord, pa debat mbi të gjitha, po ishte debati i sahabëve, nuk na takon ne ta zgjidhim jo kush kishte drejt, kush kishte drejt. Pra, në këtë çështje ne ata i respektojmë, i duam, të dy kanë qenë sahabë profetit sallallahu alaihi wasallam, llogari në fund fare ato do ta japin tek Allahu xhaleshanu, sepse në fund fare ato, siç tham, qëllimi ishte i mirë, ijtihadi i tyre ishte i mirë, por pavarësisht se çfarë nuk u morën vesh me njëri tjetrin, ndodhi ajo çfarë ndodhi, por ne kurse si nuk mundemi të guxojmë dhe të themi dhe të shajmë një prej sahabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu këshillohet që ka lidhje po me këtë lart, nuk duhet të kërkojmë për gabimet e tyre, pra me lup, jo po të futemi në detaje, sepse janë bërë këto debate në historinë islame, pra ka libra të shkruar, jo po të kishte bërë kështu, do kishte ndodhur kështu, jo po ky bëri këtë gabim. Ajo është një gjë e shkuar. Ne na intereson që të marrim shembullin më të mirë prej tyre ta bëjmë pjesë të jetës tonë. Se në fund fare edhe me ditën e kush pati drejt apo kush pati gabim, kjo nuk do të shtoj diçka në besimin tonë. Përkundrazi, ndoshta na fut në amencime të këqija për krahun tjetër që mendojmë që është i gabuar, dhe kështu pra besimtari duhet të ruajtur. Ka një ajet shumë të bukur në surën Mujadele, ajeti 11, ku edhe këtu shikohet se si dhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam i respektonte sahabët të cilët kishin sakrificat mëdha në Islam, krahasuar me disa të tjerë të cilët nuk ishin në të njëjtën grad të sakrificave. Sepse në fakt, po të shohësh dhe në jetën e përditshme, njerëzit dallojnë nga njëri tjetri. Pra edhe ne që jemi besimtar musliman, që njihemi me njëri tjetrin, jemi vëllezër alhamdulillah, po të shohësh karakteret tona ndryshojnë nga njëri tjetri. Për shembull, për një çështje të caktuar dikush mund të jetë më i zjarrt në çështjet e fesë, ama një çështje tjetër është më i vobekt. Ndërkohë një tjetër mund të jetë më i zjarrt në atë çështje, më i vobekt në atë çështje. Thot Allahu për shembull në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum." O ju besimtar, kur t'ju thuhet thot, zgjerohuni, hapni vend, bëni vend, atëherë thot ju menjëherë hapni vend, sepse Allahu ka për t'ju bërë zgjerim për juve. Wa idha qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Dhe kur t'ju thuhet që ngrihuni nga vendi, ngrihuni menjëherë. Sepse kështu Allahu i lartëson në shkallë të larta disa prej disa të tjerëve. Dhe Allahu është më i njohur, më i ditur për atë që punoni. Këtu ka një ngjarje shumë interesante në kohën e Profetit alayhis salam. Profeti alayhis salam ishte ulur në xhamin në Medinë, në zonën ku ishin këto nxënësit e tij ashabu Sufa, dhe po fliste çështje fetare. Menjëherë e rrethuan Profetin sallallahu alaihi wasallam. E rrethuan njerëzit për të dëgjuar prej tij. Mirë po, këto që e rrethuan ishin njerëzit të zakonshëm. Ndërkohë kur e pan sahabët e mëdhej që kishin luftuar në Bedër, ishin sakrifikues të mëdhenj në jetën e tyre, që profeti po mësonte, po fliste diçka shkruan dhe këto. Mirë po, nga që kishte kallaballik, e supozojmë profeti alayhis salam ishte rrethuar nga njerëz, këto filluan të qëndronin nga mbrapa. Tani imagjino Ebu Bekër, imagjino Omer, imagjino Aliun, Uthmanin për shembull, që të gjithë mbrapa, ndërkohë njerëzit e zakonshëm ishin afër profetit alayhis salam. Ndërkohë profeti alayhis salam
Kur I pa këto shokë që kishin sakrifikuar shumë nga jeta e tyre, kishin bërë hijret nga Mekka në Medinë, I tha këtyre të pranishëm hapuni pak, zgjerojeni çikrethin, mos së tepër, tulen dhe këta. Ndërkohë munafikët që ishin midis e përdorën si rast këtë, dhe I thanë, ja që Muhamedi bën ndarje midis njerëzve, sallallahu alaihi wasallam. Me njerë u shpalla jeti për këtë ngjarje. O ju besimtarë, se ju jeni besimtarë që keni adhuruar profetin alaihi salam. Ku ju thuhet që të zgjeroni, hapni vend për njerëzit. E kur të thuhet ngriuni. Pse? Po do ulet Ebu Bekri, do ulet Omeri aty. Janë njerëz që kanë peshë në shoqëri. I ka dallu Allahu thot në dituri ata krahasime të tjera. Kështu që këtu ka edhe një mësim të madh të respektit që njerëzit po ti shohësh në tradita jon ka shumë gjëra të bukura. Për shembull, vjen një moshuar, çohet I riu hap ulu I thot, bëjrum. Gjitha këto subhanallahu po ti shohësh direkt për drejt I burime nga Kurani famulart. A ka gjë më të bukur se kjo? Por shohim që këtu edhe sahabët pra kanë pasur një dimension që edhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam I dallonte ata njëri nga tjetri. Sepse për shembull ke raste që ai vinte e pranonte Islamin, ndërkohë profeti alayhis salam për shkak të shkumës së tij, për shembull siç është Vahshiu, që I kishte vrarë Xhaxhain profeti alayhis salam, Hamzait. Ai e pranoi Islamin, u pendua, por prapë se profeti alayhis salam tha, të lutem tha, mos më dil para se më kujton Xhaxhain. Pra, gjunau I tij që kishte bërë para Islamit ishte shumë I rënd në zemrën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Po kurse si nuk e kundërshtoi. E mori e bëri pjesë të umetit islam, por I tha rrinë në vendin ku meriton të rish. Dhe kur e shohim në dimension të gjerë, pra pikërisht sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam, pra ata për ne janë me të vërtetë trit udhëzimi që ka shi tyre ne duhet të kemi një moral shumë të lartë. Dhe nuk ka dyshim që një nga gjërat që këshillohet është që ne si besimtar të përpiqemi të lexojmë për jetën e tyre. Të lexojmë sado pak për jetën e tyre, alhamdulillah ka botime sa të duash nga jeta e sahabëve. Të lexosh sepse ata janë burim frymëzimi nga vepra e tyre, ti gjen diçka e cila të shëndosh ty shpirtërisht, të rrit besimin, të forcon besimin. Kupton se ndonjëherë kupton vogëlsinë tënde që ndoshta ndonjëherë e quajmë veten të madh. Bëjmë diçka ne dhe na duket vetë kush e di çka kam bë. Po kur të shohësh sakrificat e tyre çfarë kanë bërë për këtë fe, atëherë thu ulu pak se që ke ngrit tepër se ç'duhet, se s'pas ke bërë gjë fare. Që ke në fundit, që ke fundi kavallit. Sepse shiko sa njerëz kanë sakrifikuar për këtë fe të Allahu xhaleshanu, që ne sot elhamdulillah kemi këtë mirësi, këtë begati, këtë lehtësi mbi të gjitha të praktikimit të fesë tonë, që nuk na cënohet asnjë gjë, I kemi të gjitha elhamdulillah, na ka begatuar Allahu me mirësitë e tij. Kështu që lut Allahun xhaleshanu të na bëjë për tyre që të jemi në gjurmët e sahabëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, I bëft ato shembull të përkryer për jetën tonë dhe ne nxjerrim sa më shumë mësime për jetën e tyre. O sallallahu alaihi wasallam Muhammed.